ndërtimi i institucioneve duhet të jetë në përputhshmëri edhe me vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne inkurajojmë që të ndodhë dialogu i brendshëm ndërpartijak, ndodhë komunikimi i nevojshëm në mënyrë që të gjejmë gjuhën e përbashkët për arritjen e një marrëveshje që do të qënte drejt ndërtimit të institucioneve stabile, efektive, efikase të orientimit euroatlantik, integrues dhe natyrisht një qeverisje që do të shërbej vendit dhe do t'ju shërbej gjithë qytetarëve të Kosovës. Pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë, respektimi i vullnetit të qytetarëve të Kosovës dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Fakte nuk ka qenë seancë, ka qenë një takim që është kështpërdorur, do thotë si hapësirë e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është përtej autorizimeve që mund të kenë individ të tillë, ka qenë një takim jo legal, jo zyrtar, jo kushtetues, jo ligjor dhe pa asnjë vlerë dhe asnjë validitet. Ne do të punojmë maksimalisht në frymën e orientimit për bashkëpunim, për komunikim, për dialog të brendshëm, të një vullneti të mirë dhe unë dua të shpresoj që gjithë spektri politik, gjithë spektri politik në një moment do të reflektoj, apo shumica spektrit politik, se gjithmonë të reflektojnë, sepse dikush ka dhe logjikën e izolimin dhe nuk di edhe çka do nas sot sikur që ka ndosur në Kuvendin e Kosovës, nuk di se çka kërkon, dhe në anën tjetër unë dua të shpresoj që secili do të jetë i përgjithshëm dhe do të respektojë vullnetin e qytetarëve për të gjetur një zgjidhje që jep vendit institucione stabile.